Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë e një qëllim, që shkolla tona mos I kemi më. Flamuri, për mëshirë të fatit. Kur është mbyll kjo shkolla? Këtë vit. Të sezon që niset tani. Lubinjës, shkolla e Lubinjës, Sa fshatra mbulon dhe? Ja, është ka qenë vetëm e këtij fshati. Vetëm këtij fshati. Nënvjeçarja. Shkolla nënvjeçare vetëm në fshat. Zakonisht në këtë zonë shkollat përmbledhin trega dhe fshatra. Po, prandaj në këtë zonë, në këtë fshat shkolla nënvjeçare është vetëm në këtë fshat. Pra në fshat, në zona të tjera le të themi të Gramshit, kanë qenë 2-3 fshatra që mund të kenë pasi shkollë. Kurse vetëm Lubinja ka pas vetëm një shkollë. Vetëm shkollë, është fshat I madh, fshat me 120 shtëpi, me 120 shtëpi. Shkolla zakonisht ka pas 100 nxënës, 120 ka pas shumë se 100. Ka 100 banor, ka maksimumi. I ka 600 banorë, maksimumi. Jo sot, jo. Jo sot? Po sot sa mund ketë për shembull nga 120 familje, 120 shtëpi? Shumë më tani, mund të 40 banor. 40. Jo, do të jam po. Një ku jeni ora. Jo, Ata 300 veta, 200 veta, 200 veta votuan. 200 veta votues, ka 200 votues Lubinja. Janë më pak? Ja, më shumë. Më shumë. Vazhdojmë të jemi në Lubinjë, po flasim për sa I përket situatës që këtë sezon në shtator është mbyllur shkolla e vetme që kishte fshati I Lubinjës. Dhe jemi duke diskutuar tani për godinën që është shumë e mirë, godina është e mbajtur shumë mirë. Godina e mbajtur. Është shkollë gjigande, është me 8 klasa që mund të nxjerrë nga 20 nxënës, si klasë. Tani jemi mbledhur me gjithë burrat e fshatit tu, t'japim zgjidhje se çfarë do ta bëjmë shkollën tani, se hajde I mbyllim, I përzum, aty s'ka pas nxënës, prandaj u mbyllë. Ta marr muze. Vetë ju për shkak se futen në shkollë, futesh prapë, mësohesh diçka tjetër. Ke po të flas bëjmë 12. Do bëjmë 12. Çfarë do bëjmë? Ç'a mund ta bëjmë tani atë godinën, atë objektin atje? Ç'a mund bëhet? Ç'a nevojitë tu fshat për shkak? Ç'a mund bëhet? Balla kasta. Për balla për kashtë. Po, çim voto. Ta vrasim me edhe, jena mbledhur gjithë burra për pulat. Lulet. Po, për lulet. Po, po, medicinale. Lavando. Ta mush me lavando. Se Gramshi shquhet për lavando. Pa grumulla me aty, do ta çojmë. Çfarë mundoj me makina vetë në çonë Gramshi tek kjo. Po ju zotëri, ç'a mendimi ke? Ç'a mendoni që mund ta bëjmë për shkakun? Çfarë mendoj? Shkolla, mendimi im është shkolla 3 si jashtë. 3 ashtu domosdoshmë. Muze. Shkolla. Ta bëjmë muze, si e kaj. Dhe ke qeshur në shkollë. Von profitore kemi bu klasë këtu. Nuk I kanë kthyer, nuk I kanë kthyer në funksion. Mirë, ma. Po, pra. Shkollë. Po bëhet një kuvend I Lubinjës për shembull, siç është kuvendi në Tiranë, parlamenti atje, bëhet një kuvend edhe këtu. E bëjmë të abazin këtu ne. Ja. Këtu e bëjmë të abazin. Kuvendi cilin ndarë në 20 burra, 30 burra, lënë të mina, diskutojnë. Qa kura përsa ti, ku pati zjarë, ku s'pati zjarë, ku s'pira ki, ku s'utet. Po, atje ta bëjmë para raki atje. Tu e bëni me raki atje para raki. Po politika, diskutoni politikë tu për shembull. Sa gëllije. Sa gëllije. Tu zgjidhet politika, tu merren gjithë vendimet. Jo, ti edhe vota ti, që edhe ti ti si mua uja për ty, A ndikoni ke njëri tjetër për shembull? Qofse dikush thotë, jo, ky pati drejt, filan politikan pati drejt. Ai thotë ja, po vinë demokratit. Ja, po vinë socialistë. Ja, qela dhe. Ja dhe vota bazë do të, edhe mua, mi. Do piqemi. Po më dhe votë mua çketi. Ta fut fëmin punë çketi. Po ai pyetën për shembull banorët e fshatit tu, ato që vendosën ta mbyllnin shkollën. Ai pyetën që a jeni dakord me mbylljen e shkollës? Po ka një fenomen, kurse nuk duhet akuzohet. Kjo shkollë ka për rreth një 10 vjet që ka pas 5-6 nxënës. 5-6 nxënës. nxënës. Edhe për këto E gjithë shkolla, 5-6 nxënës. Për këto 5-6 nxënës ka pas mësues që vinin ka qenë linja autobusave që sillte mësues dhe merrte çdo ditë. Pra nuk është se ka munguar realisht, do të themi realisht. Po, ti më realist, patjetër edhe pse nuk është se ka munguar, si themi, suporti I drejtorisë arsimore për këto nxënës. Mirë, po erdhi një moment që nuk kanë çfarë. 5 mësues nuk mbahen, 5 nxënës, 5 mësues nuk shkojnë. Ka kosto. Po ku janë? Tani Ku janë nxënësit? Ku janë nxënësit? Tre ma u vjetë, një vjeti,
Tani nuk kanë nxënës fare në këtë fshat, nuk ka fare. 2-3 nxënës nga fshati. Një vetëm. Po ku shkon ai që është një për shembull? Shkon poshtë Gramsh. Sa do të shkosh deri në Gramsh? Me shtëpi me qerat. Si marrë shtëpi? Një nxënës 12 vjeç për shembull ose 10 vjeç me shtëpi me qerat. Shpërngulet të gjithë familja e tij. Është një vajzë. Po? Që familjarët të cilës u detyruan të marrin shtëpi me qera në qytet që të çojnë vajzën në shkollë. Jo, s'është vajzë, është çun. Është çun. S'është gosë festimi. Nëse djalë është çun i latit. Çun i latit. Po të dy mos. Do të festimit ngrosh ka fillon nga klasa parë. Ah, okay. Nëse vajzë. Po e njëti fenomen është, ai. Po qendër mjekësore, shëndetësore, a ka këtu Lubinj? Ka. Ka qendër shëndetësore, funksionon, infermieria është, okay. Është mjekja e familjes që vjen mirë javë, ose jo, është funksional. Ka dhe mirë, ka. Funksional. Keni kështu pak kënaqësira gjëra për shembull ose çfarë mund duhet vret Zoti Që të kemi këtu, më mëri një kohë partije, bëra të tanozin, mora me ekip, jam rregull, pira klima. Po. Po do vina Gramsh andaj, jo, kështu, komu të barën. Materitet jo prishur. Po është prishur se nuk ka. Ka gjatë. Nuk ka të rinj tani edhe kush do shkojë në martinitet. Tani të gjitha çdo vit po mbyllet nga diçka. U mbyll martiniteti, kur mbyll martiniteti i bie që të mbyll dhe shkolla, u mbyll dhe shkolla, pastaj Martinitet ka qytete. Ska lindesh. jemi në një nga fshatrat e Gramshit, në Lubinj. Kjo është shkolla e famshme që është mbyllur për shkak se nuk ka prurje të reja të fëmijëve, të nxënësve. Dhe vjet ka qenë me një nxënës vetëm dhe në këtë vit është detyruar që të mbyllet. Ja, siç e shihni, dryri është vënë çelësi kësaj shkolle dhe kjo shkollë sot është në këtë gjendje, e cila fatkeqësisht u shërben profesorave të mëdhenj të këtij vendi, të politikës tonë, është kthyer nga një shkollë, pra, është kthyer në një QV. Në një qendër votimesh, siç e shihni, tu afishohen emrat e gjithë atyre që votojnë për profesorat, për gjithë profesorët që e kanë ndritur këtë vend të mrekullueshëm, që çdo vend, çdo fshat, çdo qytet i vogël përshkron drejt asaj rruge që po të kurret dhe po vritet e ardhmja e Shqipërisë. Nuk do të kemi më asnjërs, përderisa sot ne nuk kemi fëmijë, nuk kemi nxënës, edhe rinia nesër do të jetë ajo që do të mungojë në këtë vend. Pas mbylljes së shkollës dhe pas publikimit asaj se çka u bë e bujshme, që nuk kemi më nxënës për të shkollën në Lubinj, për Sabri Salla, më në fund, pas shumë kërkesave, kemi gjetur dhe nxënësin e parë që do të jetë pjesëmarrës në këtë shkollë. Ja ku e kemi, është kjo mushka. Kjo do të jetë nxënësa, është mushkë, do të jetë nxënësja e parë. Po çfarë nxënësa është? Po s'kemi, s'ka. Po s'ka, çfarë të bëjmë tani, s'ka. Po ta kemi për mushkat, për kuajt, për gomerët, për kafshët. A mendon se do ishte një vend... Exageroni gjëra të gazetar. Jo. Jam sot gjitha të nxënës. Po sot? Sot, Po. ka nxënës, jo. Se exageroni gjëra të mësoj mushka. Sot s'ka. Na shërbej për diçka? Për çfarë do të shërbej? Ta kemi për diçka tjetër të mbyllet, shkatrohet. Jo, se shkatron njerëzit, se jemi këtu ne. Lindje s'ka, ca ka nikur, rrugë s'ka, gjitha ta. Zero se vjetë, asin nxënës. Deri vjet sa nxënës ka pasur këtu? Vjetë ishi 7. 7 nxënës. Te vit Zero. detyruan të mbyllin vetëm se Po, kishin një një nxënës. nxënës, ai ku qytet. Është shkuar në Gramsh. Po, Po mësues sa ka pasur mësues deri vjet kur ishin 7 nxënës? vjetë sa ishim 15. 5 mësues. Si vjetë s'ka si. Shumë keq.
Po pse nuk ka këtu lindshmëri, le të themi? Nuk ka që njerëz që martohen. S'ka martesa panoj, po s'fati martesa. Nuk martohen. Po ku në ditë sa në emigrimca. Çfarë arsyesh nxjerrën për shembull, nëse dikush një njerëz don që të martohet tu? Çfarë arsyesh më nxjerri pala tjetër pretendente? Arsye puna. Papunësia. Papunësia. Ekonomia e dobët. Gjitha. Kryesisht ato që janë pa martuar janë meshkuj apo femra që dominojnë? Po meshë femra. Të dyja palët. Të dyja palët. A është një faktor kjo mbyllja e shkollës që të largohen njerëzit nga ky vend? Po, domethënë do largohen se po s'pati punë çfarë do bëjnë. Nuk ka fare rini këtu? Ku ka rini këtu? Asnjë. Gjithë kanë. Ata çka kanë mbetur janë detyruar të mendojnë që të largohen. Do punojnë, do bëjnë, çka do punojnë.